Mirëmbrëma, përshëndetje motra të dashura, edhe sot në këtë puntat, në këtë mbrëmje, jemi këtu në emisionin ton e dashur edhe e zgjedhur. Sot do të flasim për librin, një ndër librat më të fundit të shtëpisë botuese, Tenda, banor të lumit. Çdo të thotë të jetosh në lumin e Perëndisë së gjallë dhe thjesht mos të jemi vetëm vizitor, apo thjesht vetëm mos të jemi në ato brigjet e cekta, por të jetojmë në thellësinë e lumit, në thellësinë që vetëm fryma e Perëndisë mundet të na japi. Të ftuar sot në emisionin ton kemi një mikesh shumë të dashur, Belkize Cakolli. Belkize, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën, edhe ju përgëzoj për emisionin edhe dash Zoti vazhdon me bekimet e tij përmes emisioneve të juaja. Faleminderit shumë. Në fakt, kur e dija që bashkë do të flisnim për librin, edhe do të flisnim për një libër me një temë të tillë, zemra ime gufonte kur do të flisnim për frymën e shenjtë edhe atë kënaqësinë që Perëndia të jep të jetosh në mbushëllinë e frymës së shenjtë. Para se të flasim për librin, për atë çfarë jemi këtu, më trego pak për shtëpinë botuese Tenda. Okej, shtëpia botuese Tenda si projekt ka filluar në vitin 1997 nga liderët e atëhershëm, të cilët ishin studentë të letërsisë dhe gjuhës shqipe, edhe filluan si një projekt i Bashkisë Ungjillore të Mesisë, edhe pastaj u shndruan në shtëpinë botuese Tenda, edhe si projektet, ky projekt merret më shumëti me publikimin edhe shpërndarjen e literaturës krishtere, ungjillore të krishterë, por merret edhe me botimin e literaturave të ndryshme me tematikë teologjike, letrare, historike, filozofike e tjera. Në fakt, unë edhe veti dua librat, por ju si një mësimdhënëse, në fakt në kohën e sotshme është vështirë, domethënë ta pranojmë, por është realiteti që shumë pak lexohet. Çfarë mund t'i thuash atyre grave që janë shumë të zëna, të obliguara me fëmijët, me familjen, me shërbesa? Si mundet që ta gjejnë kohën për të lexuar? Është shumë e vërtetë që këto kohë leximi ka filluar të bie poshtë. Mirë po dhe në anën tjetër në Kosovë, mbrenda vitit botohen diku 1000 tituj vetëm të gjinisë letrare, pa i përfshirë domethënë librat e gjinive të tjera. Teknologjia, zhvillimi i teknologjisë e ka zaventu librin, ka filluar të zavencoj, mirë po jo plotësisht, sepse libri mbetet gjithmonë shkronja në letër të bardhë gjithmonë ka me mbet një dashuri e pa shoqe, një dashuri që nuk do të heqet asnjëherë nga duart e njeriut. Mirë po, ndryshimi i sistemit, zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar në mosleximin e librave. Për shembull, nëse bëjmë një krahasim me jetën, me studimet e mia, me jetën time kur isha si nxënëse, si studente me tash, mund të them se dhe sistemi ka bërë vetën. Më kujtohet kur ne kishim një provim, edhe binin pyetje të tilla sikur na flit për hakmarrjen në veprat e Shakespeare-it. Edhe ti si studente nuk mund të hyje në provim pa e lexuar komplet veprimtarinë e Shakespeare-it. Ndërsa tash, për shkak të teknologjisë, ti mund të shkosh edhe të kërkosh atje për hakmarrje në veprat e Shakespeare-it edhe mund të gjesh përgjigje të shkurta. Edhe kjo ka bërë që në këtë kohë njerëzit kërkojnë përgjigje të shkurta, edhe nuk i qasen librit. Mirë po, ashtu siç na thuhet edhe te ligji i ripërtrirë, na thuhet që nga moshat e hershme ne duhet t'i mësojmë fëmijët, duhet t'u japim dashurinë për librin, dashurinë për ligjin, edhe ne si prindër duhet t'i nxisim fëmijët tanë që të lexojnë duke përdorur mënyrën e leximit kritik, duhet t'i bëjmë një prezantim interaktiv, duke bërë edhe pyetje që të marrim edhe nga fëmijët tanë përgjigjet. Jo vetëm ne të jemi ata që lexojmë, japim një prezantim edhe kaq. Po lexojmë me një qasje kritike, bëjmë një prezantim interaktiv bashkë me fëmijët tanë, edhe në fund shohim për aplikimet. Edhe në këtë mënyrë ne nxisim interesin e fëmijës për me marrë librin. Edhe gjëja e parë që ne si prindër është që ne duhet fëmijëve t'ju japim libra që nga mosha e tyre e hershme. Fillim duke na parë fëmijët, neve prindve duke lexuar libra, pastaj
duke kërku fëmija me na lexu neve një libër, edhe me na e komentu sipas moshës tyre, duke tregu kënaqësi për mënyrën që ata na e shpjegojnë. Edhe kjo është një mënyrë që ne mund t'i nxitim që të bëhen lexues, që të bëhen pasionant ndaj librit, edhe që asnjëherë mos t'ju ndahet. Edhe në mënyrë të veçantë ne kemi për obligim që fëmijës t'ia japim dashurinë për fjalën e Perëndisë. Edhe ashtu si Timoteu thotë që mësimet i morë nga gjyshja edhe nëna, po ashtu edhe ky është një mësim që ne do ta marrim, që jo vetëm me fëmijët tanë, po ne do t'i kemi parasysh edhe niprit, mbesat tana, që t'ju japim dashurinë për fjalën e Zotit. Të lidhim që nga fëmijëria në mënyrë që ata kur të rriten, fjala e Zotit do të jetë si një llam në këmbën e tyre. Patjetër, në fakt është e vërtet që libri nuk e zvendëson asnjë gjë. Dhe është shumë e vërtet, trashëgimia më e madhe që mund t'i lësh fëmijës, ti e përmende shumë mirë që ishte gjyshja, e cila ja la mamit të Timoteut, edhe vjen një kohë që e jema e Timoteut, i lë Timoteut një trashëgimi shumë të bukur. Është e vërtet në fakt sepse njerëzit duan diçka të thjeshtë, duan diçka shumë të shkurtër. Kur vjen puna, unë edhe me vajzat e ndaj këtë gjë ndonjëherë që është shumë e rëndësishme, jo vetëm njeriu nuk mund të jetojë dot vetëm me një lugë të ushqehet, vetëm me një lugë, me një ushqim gjatë gjithë ditës. Ne i duam gjërat thjesht, ne i duam t'i marrim gjërat gati, dhe në fakt është e vërtet që edhe në shkollë, sa herë që kemi dashur për të marrë, nuk mund të shkëputësh diçka nga konteksti, edhe të flasësh për të, por duhet të lexosh të gjithë librin, edhe për Biblën, është e njëjta gjë për fjalën e Perëndisë. Ti nuk mund të shkëputësh vetëm diçka, edhe ta marrësh shablon, por ti duhet lexuar, duhet studiuar, duhet parë. Edhe ne kemi privilegjin që fjala e Zotit flet dhe është e gjallë, edhe ka impakt kur ne e lexojmë. Libri më i fundit që ka dalë, i cili flet për frymën e shenjtë, ishte një autor që e përzgjohet, do të thënë ndodh në shtëpinë botuese tenda që ta përzgjidhni një autor, për shembull doktor Reimer, librin që ka shkruar për librin për të cilin po flasim, Banor të lumit, ishte një përzgjedhje thjesht rastësore, apo ishit selektiv në zgjedhjen e autorit? Tash, nëse flasim për mënyrën se si zgjedhim apo si selektojmë cili libër do botohet apo cili jo, zakonisht ne shohim për nevojat e komunitetit, këtë rast komunitetit tonë të krishterë. Kjo është një mënyrë edhe si bëjmë përzgjedhjet. Shohim për nevojën, për mungesën e asaj tematike, edhe pastaj vendosim edhe në bazë të jo preferencave tona, po në bazë të sugjerimeve. Këtë rast për shembull për Dr. Rob Reimer, librat e tij, të cilët ne i kemi përkthyer, ka qenë një sugjerim nga një partneri joni, Jeff Singfile, i cili ka pasur kontakt personal, ka lexuar librat e tij më herët, edhe me që ai ka qenë pjesë e kishës tonë, ai ka pa mungesën e një tematike tillë në librarinë tonë, edhe ka ardhur me një sugjerim që pse nuk e marrim këtë libër, e lexojmë, e shohim, edhe pastaj do të vendosim. Edhe në këtë mënyrë kemi marrë librin, kemi lexuar më së pari në gjuhën angleze, edhe kemi pa që është një tematikë cila ka qenë mungesë në bibliotekën tonë, edhe në shtëpinë tonë botuese, prandaj është zgjedhur ky libër me u përkthy, edhe nuk është i vetmi libër që kemi përkthyer nga Dr. Robert Reimer, është edhe libri tjetër që është për kujdesi për shpirtin i po të njëjtit autor, edhe arsyeja pse ne vendosëm edhe për librin e dytë me e përkthy ishte se pas botimit të librit parë për kujdesin për shpirtin, ne kishim Dr. Rob Reimer në kishën tonë, ku mbajti një konferencë lidhur me librin që i ka bë, edhe pam rëndësinë e mësimeve që ai jep, që janë të nevojshme për komunitetin tonë, një tematikë që mungon në literaturën tonë shqipe, edhe kështu që vendosëm që edhe librin e tij të dytë ta përkthejmë, edhe u botua në fund të janarit të vitit 2026. Gratë në Shqipëri po përballen me vështirësi, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Sa mendoni që ky libër do të ndikojë për t'i dhënë paqe shpirtërore grave dhe vajzave? Jo vetëm grave, vajzave, po të gjithëve. Çdo kush që do ta merr këtë libër
është një mundësi e mirë për me marrë mësimet e duhura, se ta kuptojmë më së pari se vështirësive askush nuk mund t'i hikim. Perëndia neve na ka premtuar që do të jetë gjithmonë me ne. Edhe nuk na ka premtuar që ne do të kemi një jetë pa probleme, pa vështirësi. Por e bukura e kësaj është se në mesin e vështirësive, ky libër na ndihmon që ne me gjetë Perëndin, me gjetë hirin e tij, me gjetë mëshirën e tij, edhe me e kuptu që nuk ka asnjë zonë, sa do e vështirë, sa do problematike që t'jetë, që nuk e mbrin hiri i Perëndis. Edhe kjo është një mënyrë që ne kur kuptojmë që Perëndia është me ne, kur hiri i tij është bashkë me mua në problemet e mia, në vështirësitë e mia, atëherë do ta kuptojmë që është shumë e lehtë të kalojmë përmes vështirësive duke marrë mësimin që Perëndia don me na dhënë përmes atyre vështirësive. Titulli i librit është Banor të lumit. Çfarë simbolizon lumi në këtë libër? Lumi në këtë libër simbolizon frymën e shenjtë, simbolizon praninë e Perëndis. Edhe më pëlqen autori si e bën në këtë libër një krahasim ku ai merr foshnjat që lindin nga nëna, thotë që vinë nga ujrat. Edhe uji në barkun e nënës është jetë që e mban fëmijën në jetë, e mban fëmijën e gjallë. Edhe kjo ndërlidhje bën që se ne kur jemi në lum, ne kemi një jetë të gjallë në Zotin. Prandaj edhe ky libër merret me gjithë tregimin e asaj se çka do të thotë të shndrosh në lum, jo në të cekta, sepse shpesh herë ne mund të dalim edhe nga thellësitë e lumit në të cektat, por ka mundësi edhe tregon se si mund të kthehemi mbrapa. Nuk është se kemi dalur nga lumi edhe ma nuk ka kthim mbrapa. Është sikur gjithmonë unë e shoh me që jam nënë e 3 fëmijëve, edhe bëj krahasimin për me kuptu ma mirë, gjithmonë shoh të fëmijët e mi. Derisa ata ishin të vegjël, kur fillon hapat e parë, ngriteshin kam, rrëzoheshin. Mirë po ata vazhdonin të ngriheshin. Edhe ishte synimi im t'i leja të ngriheshin. Edhe në atë mënyrë forcoheshin edhe vazhdonin të ecnin. Edhe në një jetë mund të jemi në lumë, por për shkak të vështirësive ndonjëherë mund të dalim nga lumi, të jemi në të cekta. Por ne duhet marrim fuqi, duhet marrim kurajo edhe të kthehemi prapë tek lumi. Edhe sepse te lumi është jeta e gjallë. Te lumi është jeta në Zotin tonë. Në fakt, unë e thash edhe që në fillim të programit që zemra ime do të gufonte, edhe zemra ime gufon ndërsa je duke folur për frymën e shenjtë, edhe në frymën e shenjtë ka jetë. Është ai lumi, Perëndia Jezus i referohet kur thotë që kush beson në mua, nga ai do të burojë lumej ujë të gjallë. Edhe në fakt një nga burimet që mund të kemi është gëzimi, është paqja, është shpresa, është shumë e vërtetë. Ne duhet të jemi jo thjesht në të cekta, por ne duhet të mbushemi me frymën e shenjtë, është shumë e vërtetë. Një pyetje tjetër është çfarë do të thotë praktikisht të jemi banor të lumit në jetën e përditshme? Të jemi banor të lumit në jetën e përditshme është ta jetosh jetën çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond me Zotin. Dhe një mënyrë si ne mund të jetojmë çdo ditë me Zotin është duke kaluar kohë me fjalën e Tij. Janë disa mjetet cilat na ndihmojnë se si ta jetojmë jetën në plotësinë e lumit, në thellësinë e lumit. Edhe njëra prej tyre është leximi i librit, leximi i librave të librave, që është vetë Bibla. Edhe kur ne aty shohim premtimet që Zoti na i thot, edhe ai Jezusi tha që unë po shkoj, por do t'ju sjell ngushëlluesin i cili do të jetë me ju gjatë gjithë kohës. Edhe ashtu siç e the edhe ti se disa nga frytet e frymës janë gëzimi, paqja. Por edhe fryma është ajo që neve na jep fuqi me ecë tutje, me vazhdu tutje. Edhe nëse shohim dallimin për shembull të apostullit Pjetër, e shohim para se të mbushej me frymën e shenjtë, e shohim një Pjetër që e mohon 3 herë Krishtin. Mohon se e njeh Krishtin. Por te vepra 2 ne shohim që mbas mbushjes së frymës së shenjtë, ku Jezusi vetë te veprat 1:8 na thotë që kur fryma e shenjtë do të vijë, ju do të mbusheni me frymën e shenjtë dhe do të më bëheni dëshmitar në mbar botën. Edhe shohim që mbas mbushjes me frymën e shenjtë, po ai Pjetër i cili e mohoi 3 herë, ishte
Pietri i cili u ngrit në këmbë edhe foli me shumë fuqi për ungjillin, për fjalën e Perëndisë, për lajmin e mirë. Edhe ky është ndryshimi që fryma e shenjtë na jep neve, nga frikacak në guximtar, nga përndjekës në ndjekës. Edhe kjo është forca e frymës së shenjtë. Edhe ajo është që Zoti çfarë ka premtuar, edhe atë e bën. Edhe ne si ndjekës të Krishtit, si bijtë e tij, duhet të kapemi pas premtimeve të Perëndisë. Sepse atë që ai e ka thënë, ai edhe e bën. Ne në dorën tonë është ta besojmë edhe ta jetojmë. Edhe atëherë do të jemi në të thellat e ujit, në të thellat e lumit në fakt, edhe në burimet e gjalla, cilat jo vetëm që ne do të marrim për vete, por janë burime të tilla që kur hynë ne transformojnë jetën tonë, edhe pastaj ne mund t'japim edhe tek tjerë. Nuk është një frymë që të jep dhunti, që t'jep forcë që ti ta mbash për vete. Por është një forcë që t'jep, që ty të bën me ju dhënë të tjerëve. Atë çka ti e merr duke u mbushur, je në gjendje të japësh edhe. Pra ne mund të jemi një kanal burimesh tek të tjerët dhe në fakt Perëndia nuk të jep asnjë gjë që ti thjesht vetëm ta mbash për vete. Perëndia të jep diçka që ti jesh bekim për të tjerët. Edhe unë besoj që edhe për të ne gratë, kur punojmë me gra, kur punojmë me vajza, çdo pasion që fryma e shenjtë të jep, unë besoj që ai ta jep që ti të jesh bekim për të tjerët, çdo dhuratë, çdo dhunti. Unë di që ju punoni edhe me gratë edhe me vajzat, edhe unë besoj që atë fuqi, atë pasion për punën që t'i bën ndaj grave, ndaj vajzave, unë besoj që Perëndia e ka dhënë që ti jesh bekim për të tjerët, të jemi një kanal, të jemi për të tjerët, të jemi si një urë. Është shumë e rëndësishme të jetojmë në mbushëllinë e frymës së shenjtë, sepse nëse nuk kemi kur të furnizohemi, do të jetë vështirë për të dhënë. Do të jetë vështirë. Ne ndonjëherë si femra jemi të brishta, por unë mendoj që duke u mbushur, duke u furnizuar me frymën e shenjtë, ne gjithmonë do të kemi çfarë të japim. Ti përmend një pjesë të Pietri, kur ai ishte nga një frikacak dhe më vonë e shohim çfarë Pietri bën kur ai ungjillizon dhe shumë kthehen, shpëtohen. Por mua më pëlqen edhe diçka që te ujërat, derisa kohë që Pietri i kishte sytë e Jezusi, ai nuk u fundos. Sepse te Perëndia nuk fundosesh asnjëherë edhe unë nuk e di se kush mund të jetë duke na ndjekur në këtë kohë, por unë kam një mesazh, edhe unë ndjej atë një mesazh që kushdo grua që është duke kaluar vështirësi ose po mendon që është duke u zhytur, unë mendoj që duke i parë sytë e Jezusi asnjëherë nuk do të fundosesh. Është fryma e shenjtë që do të sjellë gjithmonë paqe, do të sjellë shpresë. Është shumë e vërtetë. Të qëndruarit në lum, asnjëherë lumi është jetë. Edhe nuk mund të fundosemi, sepse lumi të mban lart. Edhe ashtu siç thotë Psalmi 1, ne jemi si një pemë që jemi të mbjellura në pranë lumit. Gjatë brigjeve të ujit. Gjatë brigjeve të ujit. Edhe uji është ai që pema me dhën fryte të mira. Edhe ne do të jemi po njëjtë, po që se mbetemi në ujin e gjallë. Frytet tona do të jenë të shumta, fryte që do të bekohen të shumt, por në ndërkohë, përderisa bekohen të tjerë, bekohemi dhe ne duke parë të tjerët duke patjetër. Ne shohim dorën e Zotit kur të tjerët bekohen, edhe një nga gjërat që unë them gjithmonë është që nëse ka diku se ku e kam parë Zotin, e kam parë te jeta e tjerëve se si kanë ndryshuar. Është shumë e vërtetë lavdi Zotit. Edhe fjala e Zotit na e thot shumë qartë edhe bukur, që më i lum është ai që jep se sa ai që merr. Edhe në këtë mënyrë, përderisa ne shohim që përmes nesh bekohen edhe të tjerët, bekohemi edhe ne vetë. A ka ndonjë moment, mund të ketë shumë momente, patjetër. A ka ndonjë moment që kur e ke lexuar librin të ka prekur? Një moment që do ta veçoje me ne? Ka shumë momente tilla që më ka prekur gjatë leximit të librit. Po do kisha nda me juve një pjesë kur në vështirësi, kur ne gjejmë hirin e Krishtit, është një gjë që ngjitet me neve. Është një gjë kur ne shohim bekimet e Zotit në vështirësitë tona. Atëherë ajo është që ty t'jep forcë edhe forcë me vazhdu tutje besimin edhe me një guxim edhe më të madh. Edhe një mënyrë derisa unë isha tu e lexu librin, mu kthy mbrapa jeta ime në kohën e luftës. Edhe ndoshta mund ta ndaj pika të shkurta.
Në kohën e luftës, në 99-ën, unë isha mësimdhënëse në një fshat, edhe ishte ditë e premte, në mëngjes herët kur unë shkova në fshat, edhe momentin kur zbrita nga autobusi, duke ecur për në fshat, ishte një qetësi absolute. Nuk dëgjoheshin as të lehurat e qeneve, që ishte shumë e habitshme për mua çfarë po ndodhte. Isha afër shkollës edhe një nxësi imi dol nga dera e shtëpisë edhe vetë po më thotë, mësuese kthehu në shtëpi se diçka ka ndodhur në fshat. Edhe unë si një mësimdhënëse për me qetësu, thash në rregull, shko ti mrena në shtëpi, thash unë po shkoj deri në shkollë, nëse nuk është askush kthehem. Ishte desha vetëm me qetësu. Shkova deri në shkollë, nuk ishte askush. As një frymë gjallë nuk dëgjoj nëpër fshat. Edhe u ktheva. Gjatë kohës të u kthy, është një urë, do shta 300 metrë e gjatë. Edhe momentin kur unë kam shkelur në urë, dolën me dhjetra, ndoshta dhe qindra polic ushtarak sërbë. Mbi urë. Edhe unë isha në mesin e tyre. Të gjithë ishin, mund të them 2 metrë, ndoshta dhe mu kanë dukë që ishin shumë të mëdhaj. Mirë po unë isha vetmja femër në mesin e tyre. Edhe kthimi mbrapa nuk ishte opsion për mu, sepse si tipe jam gjithmonë shoh përpara. Për mbrapa shoh vetëm për bekime, jo për gjatë tjetër. Edhe më kujtohet që vetëm e kam shtrënguar dorën kështu, edhe i kam thënë Zot, të lutem më drejton rrugën tënde. Edhe kështu si po të tregoj tash ty, kam hecur në për turmën e ushtarakëve, duke u shtyr me ta. Edhe as njeri prej tyre nuk u kthy me më pa, as nuk më ndaloj. Ishte 300 metrë që unë eca mesin e tyre, edhe ishte një autobus duke në rrugën kryesore, që ishte shumë a larg, ata më kishin pa mu nga autobusi. Edhe ishte ndalë autobusi po më priste për mu. Edhe kur unë hypa në makinë, në autobus, të gjithë filluan të bien shuplakave nga gëzimi. Edhe disa prej tyre u kthyn edhe çfarë ndodhi? Thash nuk e di. Thash unë vetëm 2 gjëra mendoj. Ose Zoti më ka bërë të padukshme, ose Zoti ka verbu ata. Thash po, që më ka bërë të padukshme, thash e heq fakti se ju më keni parë. Thash kështu që unë besoj që Perëndia i ka verbu që mu mos me mpa. Edhe thash kjo është vetëm si Zoti mu më ka shpëtu. Edhe të gjithë thanë që ne besojmë në mrekullitë e Zotit. Edhe momentin kur unë kam mbri, e di që kur e kam shliru dorën, ishin këtu gati për të dalë gjak, nga duke e mbajt dorën, edhe për mu ishte me të vërtet si kur dikush ishte duke më ngrej. Duke ecë në mesin e gjithë atyre ushtarakëve, isha e vetmja femër që ecja. Por momentin kur unë isha këtu duke lexuar, sepse shiko, ne si njerëz, në kohën duke shku për të shtëpia ishte Zot, pse më lejove në këtë situatë? Pse më lejove me ndodh kjo situatë? Edhe harrova të pyes Zot, cili është mesazhi yt që unë u gjenda në këtë situatë? Por gjatë kohës të e lexu këtë libër, unë pash që Perëndia ka qenë gjatë tën kohës me mu. Edhe në për ato vështirësi, Zoti ishte duke mbajt për dorë, edhe duke më nxjerr nga mesi i atyre ushtarakëve. Sepse ne dim se çfarë ka ndodhur në Kosovë me gratë tona, me të cilat unë edhe punoj, me gratë e dënuara të luftës. Edhe për mu ishte edhe një mësim, edhe një përkujtim e pa që unë ka mujt me qenë një prej tyre shumë lehtë, por Perëndia ishte besnik në atë kohë. Ka leju me ndodh një gjë e tillë që unë ta kuptoj thellësisht dhimbjen që ato gra kanë kalu, edhe të mund të jap nga vetja 100% shintem për ato gra me ndihmu, për me ecë përpara, edhe për me i drejtu ka lumi i gjallë, i cili jep jetë, i cili shëron edhe pastron nga çdo problem, nga çdo vështirësi edhe nga çdo dhimbje që ne mund ta kemi. Është i vetmi lum që pastron, që liron edhe të
të jep jetë për me vazhdu përpara. Ishte shumë e bukur, faleminderit shumë që e ndarë me ne, ishte shumë prekse. Është shumë e vërtet që Zoti vepron, Zoti është i gjallë dhe një varg, më kujtohet e veprat, thotë që ai është me ne, ecën me ne, qëndron me ne, është e vërtet. Ai drejtojt libri më shumë besimtarëve të rinj, apo edhe atyre besimtarëve që kanë vite në besim? Unë ka vite që jam në besim, edhe mund të them që ky libër, nëse edhe nuk ka pas gjona treja, ka qenë një ripërkujtim, një rizgjim i gjitha gjërave që unë kam lexu. Është një përmbledhje e pjesëve nga Bibla. Edhe ky libër është si për besimtar të ri, ashtu edhe për besimtar që kanë vite në besim. Është një libër që për mua më ka pëlqyer. Arsyeja pse unë mund ta sugjeroj këtë libër është se autori kur flet për frymën, bazohet në shkrimet e shenjta edhe në përvojat e tija. Edhe kur ai përmend përvojat e tija, na e bën më të kapshme, më të kuptueshme se ajo çfarë Zoti na ka thënë në fjalën e tij është e gjallë dhe vepruese. Edhe kur ai ndan përvojat, ne shohim që atë që ai ka mësuar në Bibël, ai edhe e ka përjetuar në jetën e tij. Edhe ne, unë për veten time, sa herë e lexoj, sepse jam kthyer kapitujve disa herë, sepse ka kapituj, ka fraza që nuk të lën të ikësh. Edhe nuk bën të ikësh, sepse nuk është një libër, një roman që ti e lexon një herë dhe kaq, po është një libër që ti mund të mësosh gjatë tërë jetës. Edhe nëse ke lexuar një herë, po je duke u përballë me një problem, kthehu merr lexo, sepse nga leximi i librave me tematik krishter ka vetëm benefit, ka vetëm të mira. Nuk është një libër që lexon një herë dhe u kry. Në fakt është shumë e vërtet që kur i referohemi Biblës, nuk është thjesht si një roman, do të thënë që ne ta marrim, ta lexojmë, sa herë i kthehemi. Unë di raste kur shumë herë jam kthyer dhe kam parë vargje, kam thënë Zot, aty janë këto vargje. Por unë di dhe raste kur shumë njerëz i referohen dhe për shembull thonë, besoj që edhe ty të ka hasur kjo gjë që Ina, unë e di që ty të pëlqen të lexosh, dhe unë them, mua më pëlqen fjala e Zotit, edhe normalisht kur ty të pëlqen fjala e Zotit, ti do doje të lexoje një literaturë apo diçka akoma dhe më shumë. Ti do që të mbushesh. Por është shumë e bukur, unë e kam thënë këtë edhe kur kam shkruar librin tim, që ndonjëherë të flasësh për frymën e shenjtë dhe mund të gabosh. Por nuk ka gjë më të bukur që të ndërthurësh vargjet e Biblës me përvojën tënde personale dhe dëshmia jote, ose si doktor Reimer për librin që ka shkruar Banor të lumit, nuk ka gjë më të bukur se të flasësh për dëshminë tënde. Ajo gjithmonë do të ketë fuqi çfarë Zoti ka bërë dhe jam e lumtur që Zoti ka bërë shumë në jetën tënde, vazhdon të bëj edhe jam shumë e lumtur për ty. Cilat janë disa pengesa që mendoj që të krishterët hasin kur bëhet fjalë për frymën e shenjtë? Disa nga pengesat, mund të them si që përmendëm më përpara, është edhe vështirësitë e jetës. Mund të jetë një pengesë kur ne nuk e shohim, nuk e kuptojmë që fryma e shenjtë e cila na është premtuar nga Krishti, që na ka thënë që do të jetë çdo herë me juve. Shpesh herë ne, për shkak të problemeve, për shkak të rrethonave, ne bëhemi si Pietri kur sheh në ujë. Sepse derisa ishte duke shikuar në sytë e Krishtit nuk u fundos. Momentin kur pa ujin u fundos. Edhe kjo është për neve se momentin kur ne shohim në rrethonat tona, në problemet tona, ne heqim syt nga burimi i gjallë. Heqim syt nga fryma që na është premtuar që do të jetë gjithmonë me ne. Nga premtimi i Perëndis që ka thënë asnjëherë nuk do t'ju braktis. Gjithmonë do të jem me ju. Edhe momentin kur ne heqim syt nga premtimi, edhe fokusohemi në rrethonat tona, në problemet tona, është koha kur ne fillojmë të bijemi poshtë. Është koha kur ne fillojmë mos me ndjej praninë e frymës së shenjtë, mos me kuptu që forca e frymës së shenjtë është me neve. Janë problemet, janë vështirësitë, cilat ne mund t'i tejkalojmë vetëm përmes Krishtit, sepse asnjë gjë nuk mbetet e pa shlyer në kryqin e Krishtit.
Edhe kjo është ajo që neve duhet na mbaj afër, duhet na jap forcën për me vazhdu tutje. Ne si femra jemi pak të brishtat e ne mendon ndonjëherë që sot po ja aty, por edhe kur ne na duket sikur fryma nuk është aty, Perëndia është gjithmonë aty. Zoti është gjithmonë aty. Një nga shprehjet e kam lexuar këto ditë në një libër tregonte që Zoti gjithmonë flet. Fryma e Perëndisë gjithmonë do të flasi, por ndonjëherë ai ka dëshirë pësherëtima, vetëm që ti të afrohesh, por gjithmonë ai do të flasi. Shumë e A mendon vërtetë. që po? Shumë është e vërtetë. Edhe ndonjëherë ne presim që vetëm ta dëgjojmë zërin. Zëri i Zotit dëgjohet edhe përmes fjalës ti duke lexuar. Por ka momente që ndoshta edhe Zoti nuk don të flas, por thjesht don me kalu kohë me ty. Edhe këta e tham duke u bazu për shembull, unë gati çdo mëngjes dal me bashortin tim me ecë në Gërmi. Edhe gjatë kohës ne jemi diku 1 orë gjys, 2 orë jemi bashkë. Edhe nuk do të thotë që ne gjatë 2 orë jemi duke folur tërkohën me ta. Ka momentet shumëta kur asnjëri nuk e themi asnjë fjalë, po që të dy kënaqemi në pranit njëri tjetrit. Edhe këto momente për mua kanë bërë me reflektu dhe me kuptu që Perëndia shpesh herë don me mu me kalu vetëm kohë. Pse duhet unë patjetër me dëgju zërin e tij? Ndoshta ai don vetëm me mu me kalu kohë, ose edhe unë vetë kam nevojë ndonjëherë vetëm me kalu kohë me ta. Më kujtohet kur isha me një seminar në Zvicër, ishte për mu hera parë që pash malet e Alpeve, edhe jam e pasionuar pas maleve, më shumë se sa nga deti. Edhe zgjohesha shumë herët mëngjes, para se të fillonte, vetëm doja dilja në natyrë, edhe të shijoja ato bukuri, edhe gjatë kohës kur unë po shijoja mrekullitë e Perëndisë, krijimin e tij. Edhe për mua ishte ajo kohë kur as edhe një fjalë nuk e thoja. Ishte vetë fryma jeme brenda meje që falenderonte Zotin, po jo gjuha ime. Edhe ishte një kohë kur unë kaloja me Perëndinë edhe çdo herë kujtoj me mallat kohë. Pa thënë asnjë fjalë, unë ndjeja prezencën e Zotit përmes krijimit të tij, përmes bukurive që ai na ka dhënë. Edhe çdo gjë që na rrethon e ka bërë për rahatin ton. E ka bërë që ne t'jemi mirë, ne kemi gjithë mbushullin e çdo gjëje. Edhe për këto më mbush çdo herë me falënderim, me mirënjohje, edhe nëse nuk e them me fjalë, është fryma brenda meje që është falënderuese dhe mirënjohje ndaj Perëndisë. Po në fakt është shumë e vërtetë që ne ndonjëherë kërkojmë Zot më fal, Zot ose shkojmë në lutje. E rëndësishme është marrëdhënia. E rëndësishme është, domethënë, Zoti do marrëdhënien, e rëndësishme është që ne të jemi bashkë. Por nuk është e rëndësishme gjithmonë që të dëgjojmë. E rëndësishme që ai është aty. Nuk mund ta përdorim thjesht si një mekanizëm, tani më fol, tani më fol. Është shumë e vërtetë ajo që përmende. Si ndryshon jeta një personi kur bëhet banor i lumit? Banor i lumit, prap do ta lidhe me rritjen e fëmijëve të mi. Derisa ata ishin të vegjël, kishin nevojë për përkthjeljet e mia. Sepse kjo ishte mënyra si ata e kuptonin që unë jam e pranishme. Derisa ata u rritën, sikur përkthjeljet e mia filluan t'i pengonin. Por ata e dinin se prania ime ishte aty. Edhe njëjta gjë ndodh edhe me neve me Perëndinë. Kur ne jemi në fillim, është ajo etja, Zot, du të të ndjej. Edhe Perëndia na shfaqet në mënyra të ndryshme. Përmes pranisë tij, përmes fjalës tij, që ne mund ta kuptojmë që ai është pranesh. Mirë, po kur ne fillojmë të rritemi në Zotin, edhe nëse nuk e ndjej nxehtësinë e frymës, unë e di që ai është me mua. Unë e besoj që ai është aty. Edhe kjo më bën që të eci, edhe kjo më bën ta kuptoj që jam në praninë e tij, jam duke ndenjur në lumin e tij. Edhe momentet kur ne jemi duke dalë, asnjëherë mos mendo se ti nuk mund të kthehesh. Perëndia është gjithmonë i gatshëm. Ai thot, unë jam aty dhe unë do të pres. E jona është që moment kur e shohim që jemi duke dalë, të pendohemi, të rrëfejmë, të kërkojmë forcë nga Perëndia që të kthehemi, edhe të bëjmë hapa drejt kthimit nga uji i gjallë.
edhe jeta në ujin e gjallë është një jetë që jep fryte, si që thash, sikur e thot edhe Psalmi 1, që do të jemi si një pemë, që do të japim fryte çdo herë. Kjo është një jeta në lumin e gjallë. Sa më shumë do të qëndrojmë, aq më shumë do të japim fryte. Aq më shumë do ta shfaqim lavdinë e Zotit përmes nesh. Edhe çdo gjë që ne bëjmë, e bëjmë për bekimin e tjerëve dhe për lavdinë e Perëndisë. Po, shumë e vërtet. Për ata që duan ta lexojnë librin, ku mund ta gjejnë? Për ata që duan ta lexojnë librin, edhe e sugjeroj secilit që ta marrë këtë libër në duart e tyre, ta mbaj në bibliotekën e tyre, jo si një dekor, por si diçka të çmuar në dorën e tyre, që mund t'ju jap mësime të ndryshme, edhe mund ta gjeni te Bashkësia Ungjillore e Mesisë, aty kemi librarin ku ju mund gjeni, mund të porositen edhe në online te tenda, ku mund të hyni në internet edhe mund gjeni shumë lehtë të dhënat se si mund bëhet porosia dhe ku mund bëhet porosia. Edhe është një libër jo shumë voluminoz, ka 5 kapituj, edhe sugjerohet, domethënë, jo vetëm për një lexim personal, por mund bëhet edhe lexim në grupe, sepse në fund të çdo kapitulli ka pyetje, diskutimi ku mund të thellohen në të vërtetat biblike, por edhe në ndarjen e problemeve me njëri tjetrin, sepse ne jemi të thirrur që të rrim bashk. Ashtu si gacat që duhet të rrinë bashk për të marrë zjarrin e ndezur, edhe ne jemi të thirrur të rrim bashk. Edhe të diskutojmë rreth fjalës së Zotit, rreth bukurive të fjalës së Tij, rreth asaj që jep jetë, që është lumi vet. Edhe gjatë leximit, përveç diskutimeve, është edhe një mundësi ku ne hapim zemrat ndaj njëri tjetrit. Edhe duke hap zemrën ndaj njëri tjetrit, ne hapim zemrat ndaj Perëndisë. Edhe është një mënyrë që ne dorëzohemi para Zotit. Edhe vetëm me dorëzim ne mund të kthehemi tek uji i gjallë çdo herë. Duke jo dorëzuar pranisë Tij, duke jo dorëzuar dorës Tij, ne do të kemi një jetë me bollëk, një jetë që ka ujë, edhe uji i gjallë në jetën tonë do të rrjedh. Do të rrjedh që edhe të shumtët do të marrin nga ai ujë. E the shumë bukur që ndonjëherë vështirësitë e jetës mundet edhe të devijosh, por gjithmonë do të jetë një dallg që do të marri në atë rrjedhën e lumit. Faleminderit shumë për të bisedë, kaq të ngrohtë. Unë lexova Zemrën tënde, akoma nuk e kam lexuar librin, por lexova Zemrën tënde, pasionin tënd për frymën e shenjtë, për Perëndinë, edhe jam shumë e lumtur për të bisedë kaq të ngrohtë bashkë. Motra të dashura, edhe këtë mbrëmje, pas kësaj bisede që patëm kaq të bukur në lidhje me frymën e shenjtë, ju lutem mos harroni asnjëherë se derisa syt tuaj do të jenë te Jezusi ashtu si Pietri, asnjëherë nuk do të fundoseni. Mos harroni që Perëndia asnjëherë nuk do na lëjë në gjysmë të rrugës, asnjëherë Perëndia nuk do të na lëjë që ne të kalojmë në një vështirësi sa të fundosemi, sepse Perëndia asnjëherë nuk do të na japi më shumë se sa ne mbajmë. Faleminderit edhe këtë mbrëmje, duke ju uruar që prezenca e frymës së shenjtë të jetë me ju në çdo hap, në çdo vendim. Do të jetë fryma e shenjtë që do t'ju mësoj, do t'ju edukoj, do të na tregoj rrugën që duhet të ecim. Ai është Zoti jon, është Perëndia jon. Fryma e shenjtë është prezenca e Perëndisë në tokë, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Do të shihemi sërish të dielën tjetër në po të njëjtën orë, në orën 21. Zoti ju bekov dhe natën e mirë.